Në vitin 168 para Krishtit, legionet romake marshuan drejt Shkodrës. Romakët rrëzuan mbretërinë ilire të Gentit, duke pushtuar trojet ilire. Për rreth 600 vjet, Roma sundoi këto troje dhe la gjurmë të thella. Nga besimet pagane, ilirët u konvertuan gradualisht në krishtërim, siç dëshmojnë kishat paleokristiane të Apolonisë dhe Butrintit. Nën pushtimin në Romak, jeta kontrollohej rreptësisht. Ata imponuan monedhën romake dhe taksën tributum, që merrte çdo vit një pjesë të madhe të prodhimit. Kjo ishte një taksë e rëndë mbi paraardhësit tanë, të cilët detyroheshin t'i paguanin romakëve. Ishte një epokë e rëndë, me plagë, por edhe me ndikime që formsuan kulturën, gjuhën dhe historinë tonë deri sot.